Zonja Bovary, shkruar nga Gustave Flaubert, është një nga romanet më të rëndësishme të letërsisë botërore. Ky libër themeloi realizmin modern, duke u fokusuar në detaje të sakta dhe një vëzhgjim objektiv të jetës. Historia ndjek Emma Bovary, një grua e re provinciale, e martuar me një mjek të thjeshtë, që ndëron për pasion dhe luks. Pakënaqësia e saj e shtyn drejt tradhtisë dhe shpenzimeve të pamatura, duke u përplasur mes idealeve romantike dhe realitetit të zymtë. Flaubert eksploron tema universale, si iluzionet, pakënaqësia dhe kërkimi i pashpresë për lumturi. Romani hapi rrugën për autorë të tjerë realiste dhe mbetet një dritare në kompleksitetin e natyrës njerëzore. Edhe sot, dilemat e Emmës janë befasuese moderne, duke na ftuar të reflektojmë mbi ëndrat dhe zgjedhjet tona. Realizmi lindi në Francë si reagim ndaj romantizmit, duke u fokusuar te jeta e zakonshme dhe problemet reale. Flaubert, figura qendrore e kësaj lëvizjeje, kaloi 5 vjet duke përpunuar çdo detaj të Zonja Bovary për të arritur saktësinë maksimale. Ai besonte se autori duhet të jetë i padukshëm, duke paraqitur botën me objektivitet të plotë. Franca e shekullit 19 ishte në tranzicion, me rritjen e borgjezisë dhe vlerave materialiste që zëvendësuan idealet aristokratike. Jeta provinciale, monotone dhe e mbytur nga thashethemet, bëhet burgu i Emmës. Romani kritikon shoqërinë borgjeze, duke zbuluar zbrazëtinë dhe hipokrizinë pas fasadës së respektueshmërisë. Emma, me ëndrat e saj të papërshtatshme, mbetet viktime e një bote që nuk ofron rrugëdalje për shpirtrat e ndjeshëm. Emma Bovary, e rritur me romane romantike, martohet me një mjek të zakonshëm dhe përballet me një realitet të mërzitshëm. Ajo kërkon aratisje përmes luksit dhe dashurive jashtëmartesore, por çdo përpjekje sjell vetëm zgënjim. Një ballo aristokratike i jep asaj një shije të botës së ndërruar, por kthimi në rutinë e bën jetën e saj edhe më të padurueshme. Borgset dhe tradhtit e çojnë drejt shkatërimit financiar dhe moral. E braktisur nga të gjithë, Emma kryen vetvrasje në një akt dëshpërimi. Vdekja e saj është e zymt, larg çdo romantizmi që kishte ndërruar. Tragjedia e Emmës qëndron në pamundësinë për të pajtuar ëndrat me realitetin. Ajo mbetet viktime e iluzioneve dhe e një shoqërie të mbyllur. Çdo personazh në Zonja Bovary përfaqëson një aspekt të shoqërisë provinciale franceze. Emma është inteligjente dhe e ndjeshme, por aspiratat e saj janë të papërshtatshme për mjedisin ku jeton. Charles Bovary, bashkëshorti i saj, është i mirë por i paaft për të kuptuar botën e brendshme të Emmës. Dashnorët e saj, Rodolphe dhe Leoni, përfaqësojnë iluzionet romantike që dështojnë ta shpëtojnë. Farmacisti Home mishëron arrogancën dhe vetëkënaqësinë e borgjezisë, ndërsa tregtari Leroux simbolizon materializmin që e shkatëron Emmën. Këta personazhe krijojnë një tablo të pamëshirshme të hipokrizisë dhe zbrazëtisë morale të shoqërisë. Flaubert përdor secilin për të kritikuar normat dhe vlerat e kohës së tij. Në fund, askush nuk shpëton nga pasojat e kësaj bote të mbyllur. Stili i Flaubertit është i saktë, i kontrolluar dhe plot ironi, duke përdorur detaje realiste për të zbuluar karakteret. Ai revolucionarizoi prozën me stilin e tërthor të lirë, duke na futur thellë në mendimet e Emmës. Kjo teknikë krijon empati, por edhe distancë ironike, duke i dhënë leksuesit rol aktiv në interpretim. Temat e romanit, përplasja mes idealeve dhe realitetit, pakënaqësia, rreziqet e konsumizmit, mbeten universale. Historia e Emmës është një paralajmërim për rrezikun e jetës në iluzion. Zonja Bovary mbetet aktuale, duke na ftuar të reflektojmë mbi natyrën njerëzore dhe shoqërinë. Ky roman është një thirrje për të parë përtej sipërfaqes dhe për të kuptuar forcat që formësojnë jetët tona.